Flora Jaupaj, 62 vjeçe nga Vlora, në këtë 8 mars nuk feston. Edhe sot, ashtu si prej shumë vitesh, ajo punon si gazeta shitëse në qytet. I duhet që të ngrihet që në mëngjes herët për të shitur gazeta në bizneset të qytetit, për të nxjerrë në këtë mënyrë bukën e gojës. Si shtregon edhe vet ajo, prej vitesh punon në këtë punë, nga e cila nxjerr të ardhura të mjaftueshme vetëm për të jetuar. Kur ke nisur në këtë punë, le të themi, që ke pasi nevojë edhe për mbajtje veten? Që në 99-ën, në dhjetor të 99-ës, dhe deri më sot, unë shpërndaja beret e shtetit. Si e shes si punë? Shot arsyeshme, se edhe më ndihmon çik nga ana ekonomike, po edhe lëvizim çik, që mos të rrim në një vend, me të debelosemi në një vend, me një fjalë, si i thonë. Do doje të punoje diku tjetër? Po, tani mosha më iku, nuk mundem të punoj diku tjetër. Po më përpara, vitet e më Po, parë. më përpara, po. Më përpara kam lidhur faktikisht. Rigon, lakra, bim mjekësore, nuk kam lënë vend pa bredhur, normale. Gjina, çari, të gjeja ndaj. Do të ke bërë punë, cilat le të themi e ke dhënë ti kontributin, i ke sajuar vetë si punë, jo se ke patur një punë stabil. Jo, punë stabil nga shteti asnjëherë. Nuk kam punuar dhe nuk kam asnjë vjetësi pune. Marr vetëm ndihmën ekonomike 90.000 lekë. Dhe me ato shtyhemi. Flora Jaupaj tregon edhe historinë e trishtë të jetës së saj. Kur ishte e re, nëna e saj ndëroi jetë, ndërsa babai lidhi martesë me dikë tjetër. Njerka e keq trajtonte, ndërsa pas disa vitesh, babai e detyroi të futej pa dëshirën e saj, megjithse nuk kishte nevojë në spitalin psikiatrik. Ato vite i kujtohen me keqardhje si vitet më të trishta të jetës së saj. Kam lidur në Vlorë, në dhjetor të 63-it, 4 dhjetor 63-it. Sot je 62 vjeç apo jo? Po, i mbush në fund vitit. Si ma përshkruan jetën tënde? Jetën e përshkruaj të vojtur, tërë kohën. Pse? Tërë kohën, nga tëra aspektet, nga tëra anët. Nuk më ka qeshur njerë buza në jetë. Ke rritur e vetme? Po, rrugëve, vajta po thuaj se që në 82 që vajta në psikiatri, se ashtu ishin rrethanat, dhe deri më sot që dërgjem rrugëve. Çfarë detyroi që të merrja ndihmë, le të themi, mjekësore nga shëndeti mendor? Më detyroi halli. Ashtu ishin probleme në shtëpi, u detyrova ika. Ju dërguan aty? Po, edhe më çoi babai në psikiatri. Pavarësisht se nuk ishe probleme të shëndetit mendor? Po, pavarësisht, s'kisha. Po, u ambientova atje dhe nuk më bënte më përshtypje që të dilja. Veja, flia gjumë në darkë për shembull dhe ditën rria 3 ditën në lagje. Ose veja për ullim për rigon. Zonja Jaupaj shpesh ka rënë prej abuzimeve, dhunës fizike dhe psikologjike, ndërsa thos se në qytet çdo ditë ofendojnë dhe shajnë. Ajo tregon edhe një rast kur 2 persona që kishte marrë shtëpinë me qera e vodhën, duke i grabitur të gjitha kursimet e jetës dhe sendet personale me vlerë të motrës së ndjer. Ka bërë denoncim sipas Jaupajt në polici, por ky denoncim nuk është marrë ende parasysh. Sot tani fjeta 1 vit në shkallë, mora i shtëpi me qera, më vodhën, në kohë darke dalë për jashtë unë, edhe telefoni e tyre këtu është akoma në xhep. Domethënë ti u detyrove pastaj që e le atë shtëpi dhe fjetër 1 vit në shkallët e të njëjtit pallat. Pasi më vodhën ata, më nxorën nga shtëpia, se kërkuan qeran prap. Ku ti gjeja unë? I vodhën ata. Po sot? Vodhin çantën. Sot të kanë dhënë ndihmë? Jo. Ku jeton sot? Ja, për të jetuar. Tani për tani po jetoj te konvikti. Unë kërkoj nga shteti, se kam denoncuar në polici, ditën që më vodh çanta dhe nuk më vuri njëri ujë në zjarr fare më përcovët. Dua që ata të më kthejnë pasaportën, dokumentat, kisha numrin e gjendjes civile për në çantë, kisha lekët, kisha arturinat të motrës që më ka vdekur, doja në Greqi të motra që ka vdekur. S'munda se ma mori pasaportën, sa i kisha nxjerr pasaportën. Dua të më merr seti me këtë, me mua më përcjellin, nuk ma vërvesin. Ke rënë pre, le të themi,
E hajdutve. E hajdutve, apo edhe abuzimeve fizike, apo e fyrjeve, sharjeve gjatë viteve. Po. Ndihesh tani ndihem e kërcënuar. Me trishtim, thos se nuk ka festuar asnjëherë, as 8 marsin, as ditëlindjen dhe as vitin e ri. Një apel ka për institucionet t'i sigurojnë një stre ku të paktën të qëndroj këto vite e qetë. Në këtë 8 mars, ke mundësi të festosh, Flora? Asnjëherë s'kam për fest. Asnjëherë në jetën time. Pse? Çfarë të... Nuk kam pasur të ardhur. Edhe nuk kam njeri. Jam e vetmuar. Ja imagjinoj ti tani, unë vetëm, ku mund të vetë të futem? Nuk mundem. Sa janë të ardhurat që nxjerr me këtë punë? As viteri, festoj, edhe as të festoj. Sa janë të ardhurat që juve nxjerrni me këtë punë? 2.000, 3.000 lekë, sa më japin, në 100 lekë. Në ditë? 3.000 lekë të vjetra në ditë? 3.000 lekë të vjetra në ditë. Domethënë ti jeton, e kalon muajin me, po themi 10.000 lekë të reja, 100.000 lekë të vjetra. Nxjerr çingare me këto. Se me 90 që ma nuk e... Merrni 90.000 lekë edhe ndihmë ekonomike besoj. Po. Në fund, e mbyll me një mesazh urimi për të gjitha gratë dhe vajzat të kenë një jetë të lumtur, kurse si të saj janë. Çfarë do i thoya, ta kalojnë gëzuar ditën e festës dhe të rojnë dhe të gëzojnë të afërmit e tyre. Faleminderit shumë, je veçantë. Faleminderit. Kërkoj ndihmë.